Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Ambra Alimeta, presidente e qeverisë së nxënësve të shkollës Abdyl Paralloj në Elbasan, si dhe përfaqësuese e drapit të Korçës. Unë jam sot këtu para jush për të përcjellë zërin mbas së disi të ndrojtur të bashkëmoshatarëve të mi, si dhe për të ndarë me ju një pjesë të vizionit dhe horizontit tim. Unë nuk jam këtu për të kërkuar thjesht një votë, shkrimi një copë letre, por dua besimin dhe mbështetjen tuaj reale. Pavarësisht vendimi që do të merret sot, mbetet i pandryshueshëm fakti se ne të gjithë do të dikojmë shumë në motin e ditëve të ardhshme. Unë nuk premtoj një ndryshim të menjëhershëm, por një nga ato risi që do të përpiqem të sjell, donse jam ende në hapat e parë të karrierës, është nisma një ditë në profesion, e hartuar nga unë me qëllim që t'jap më shumë jetë, qëllimit të vërtetë të arsimit, që është përgatitja për jetën, zgjedhjet tona dhe rolin që ne do të kemi në shoqëri. Ndaj në vazhdimsi të këshillimit dhe orientimit të karrierës, kam menduar që profesioni të jetë më i prekshëm se sa thjesht një studim i jashtëm. Për këtë arsye, në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës, mësuesin e karrierës, këshillin e prindërve, si dhe me mbështetjen e zëvave, të realizojmë këtë projekt, një ditë në profesion, që në fillim të vitit nxënësit do të ndahen në grupe sipas profesioneve që ata pëlqejnë. Më pas do të bëhet lidhja e bashkëpunimit me biznese dhe institucione të ndryshme. Të gjithë do të kemi mundësinë t'i prekim, t'i shohim dhe t'i ndjejmë nga afër profesionet që ne dëshirojmë. Jo vetëm kaq, por në fund të çdo muaji të gjithë nxënësit që e kanë prekur nga afër eksperiencën do të përcjellin dhe do të shprehin të tjerëve emocionet dhe përvojën e tyre. Vit pas viti, duke bërë këtë aktivitet, nxënësit do të ndryshojnë mendimet në lidhje me profesionin që duan dhe do të qartësohen. Qëllimi i kësaj nisme nuk është vetëm njohja nga afër me profesionet që ne pëlqejmë, por një ide më e qartë për të na orientuar për zgjedhjen tonë, si dhe përshtatja dhe socializimi. Kjo do ta bëjë zgjedhjen më të rëndësishme të karrierës, mbase edhe të jetës sonë më të lehtë. Për momentin, me aq sa unë kam kuptuar, mendoj se politika nuk do të zërë pjesën kryesore, më të rëndësishme të karrierës time, por ama, me që e kam këtë mundësi dhe këtë privilegj, dua që të lë një gjurmë në këtë institucion të rëndësishëm si parlamenti, duke mbyllur këtë fjalim me një citim timin. Duke thënë sot një fjalë të thjeshtë, por të lirë, nesër marrim nismën dhe shkruajmë historinë. Dua gjithashtu të shtoj se pavarësisht çdo ndryshimi klimatik, fryma e bashkëpunimit do të jetë flladhi i lehtë, por i qëndrueshëm, që do të ledatoj flokët tanë në ditët në vijim. Një zë jam unë, bashkë jemi shumë. Faleminderit për vëmendjen. Para se të largohem, dua të shtoj që tani që jam këtu në këtë foltore, kuptova se nuk është aq e thjeshtë sa ç'mund të duket nga stolat tuaj dhe shpresoj se do ta merrni në konsiderat këtë gjatë kohës që do të bëni votimin. Edhe një herë shumë faleminderit. Tani është momenti që kryetarit dhe nënkryetarit të betohen. Ju ftoj të dilni në mes të skenës. Një lloj se më përpara, pasi të mbarojmë fjalën, ju duhet thoni një zëri betohem. Betohem se do të ushtroj me ndershmëri, pa anshmëri dhe përkushtim detyrën e kryetarit dhe nënkryetarit të Parlamentit të Nxënësve. Se do të respektoj Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë. Se do të mbroj me përgjegjësi interesin dhe zërin e nxënësve që përfaqësoj. Se do të garantoj barazi, dialog dhe transparencë në punën e Parlamentit dhe se do të punoj me integritet për forcimin e demokracisë dhe bashkëpunimit ndërmjet të rinjve në Shqipëri. Betohem. Jeni të lirë të flisni diçka nëse keni dëshirë. Nuk dua që ta zgjas këtë fjalim aq sa i pari dhe do ta mbyll më një herë duke ju falendëruar shumë herë, qindra herë për besimin që më dhurua dhe ju them se ju premtoj se nuk do t'ju zhgënjej. Faleminderit.